Surja Muzzemil, Mekase. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O ti i mbështjellë, ngrihu për falje natën, përveç një pjesë të vogël të saj, gjysmën e saj, ose diç më pak se gjysmën, ose shto diç prej saj dhe Kur'anin lexoje me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë të rënda të madhe, e s'ka dyshim se aktiviteti i natës është fuqizues dhe fjalë më e qartë. Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë të madh, po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju atij. Zot i lindjes dhe i perëndimit, nuk ka Zot tjetër vetëm ai, pra atë merre për mbështetje. Dhe ki durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur. Dhe më lë mua për ata gënjeshtarët pasanike dhe jepu atyre pak afat, se me të vërtetë te ne ka pranga e zjarr, edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhëmshëm. Atë ditë, kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bën rërë rrëshqitëse, ne dërguam të ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu siç patëm dërguar edhe te faraoni të dërguar, e faraoni e kundërshtoi të dërguarin, andaj ne i dham atij një dënim të rëndë. Nëse ju mohoni, si do të mbroheni në një ditë që fëmijët do t'i bëje pleq? Atë ditë qielli do të qahet dhe premtimi i tij do të realizohet. Këto janë një përkujtim qortues, e kushdo ai e zgjedh rrugën për të Zoti i vet.